Për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me 3 pjesëmarrëse të ftuara të programit ton. Është zonja Rudina Kruja, mirëmëngjes Rudin, specialiste në njësinë e mbrojtjes së fëmijëve në drejtorinë e shërbimeve sociale në Bashkinë Shkodër dhe 2 punonjëse sociale, Shpresa Mirashi dhe Roza Sytari. Mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit për ftesën. Në fakt, motivi i sotëm është një ditë ndërkombëtare, siç është kjo e sotmja, 8 prill. Dita ndërkombëtare e Romëve. Është një ditë që na bën të hedhim vështrimin akoma më shumë, të reflektojmë. Ju punoni drejt për drejt me komunitetin rom. Fillimisht Rudin do desha të dija mbi këtë ditë ndërkombëtare, si përfaqësohet ajo, si e ka marrë atë të drejtë që të ndërkombëtarizohet, pra edhe si çështje, edhe si mesazh për jetën e këtij komuniteti. Po, 8 prilli është dita ndërkombëtare e Romëve, ashtu siç ju e prezantuat shumë mirë. Kjo ditë është në fakt një ditë kremtimi për historinë, traditën dhe kulturën rome. Komuniteti rom njihet për kulturën saj takon aftësive të tyre në muzikë, në kërcim, por edhe në aspektet e tjera të kulturës. Ato kanë gjuhën e tyre dhe pikërisht në këtë ditë ne kemi planifikuar që të organizojmë një aktivitet sensibilizues pranë qendrës multifunksionale komunitare për familjen, ku punohet çdo ditë me fëmijët e komunitetit rom, por edhe me familjet e tyre. Kjo gjithashtu përveç se është një ditë festive, një ditë kremtuese për sa i përket traditës dhe kulturës, kjo është gjithashtu dhe një ditë ndërgjegjësuese për sa i përket në këtë ditë duhet të flasim për sfidat dhe për problematikat që hasen çdo ditë ky komunitet në shoqëri. Në fakt, ajo çfarë dallova në prezantimin e këtij problemi ishin vlerat dhe kultura që mbart ky komunitet. Dhe të evidentosh anët pozitive, të evidentosh vlerat, ato ndjesi që ai transmeton nga brezi në brez, është diçka e bukur, apo jo? Meqense edhe në qendrat multifunksionale punohet me këtë komunitet krahas problemeve që me ju shihni dhe realisht ekzistojnë, është e bukur që të stimulohen, të evidentohen, të përkrahen vlera të tilla që ka ky komunitet, apo jo Shpresë? Përshëndetje një herë. Faleminderit për ftesën. Për më bashkangjit asaj që tha Rudina, unë kisha dashur me nisë edhe një herë me 8 prillin, që në fillesat e saj. Në 1971, në një kongres ndërkombëtar të mbajtur në Londër, u përcaktua dhe u vendos që pikërisht 8 prilli ishte një ditë ndërkombëtare për këtë komunitet rom. Kjo u bë për të drejtuar vëmendjen e shoqërisë ndaj këtij komuniteti dhe normalisht edhe shërbimet që duhet të jetë shoqëria dhe shteti këtij komuniteti, sepse ishin në harresë dhe akoma fatkeqësisht vazhdojnë të jenë edhe sot. Prandaj u përcaktua pikërisht një ditë që të jetë një ditë për kujtimi për këtë komunitet. Ju e përmendet vetë, kanë shumë karakteristika ky komunitet dhe në ato kongres u përcaktuan edhe himni i këtij komuniteti, domethënë kënga që do ishte Xhelem Xhelem, që është kënga e tyre, ajo është kënga e tyre. Ne nuk e kemi, do të ishte e bukur që të na e sillni, sepse të paktën në këtë ditë duhet ta transmetonin. Ajo është himni që u vendos dhe gjithashtu edhe flamuri. Flamuri rom, që nuk e di nëse e keni parasysh, por është pikërisht një rrotë në mes që simbolizon një karakteristikë kryesore të komunitetit, që është lëvizja e ndacak, janë komunitete ndacak dhe qielli dhe toka. Kaq. Domethënë ky është flamuri i tyre që u vendos pikërisht domethënë ato kongres që kanë ngel akoma sot. Karakteristika tjetër të komuniteti janë përveç lëvizjes, pjesët janë kërcimet, që normalisht janë një komunitet muzika, kërcime, që janë një komunitet që i kanë gjak, për mos thënë. janë një karakteristikat e tyre tipare dalluese të këtij komuniteti rom. Pra, është shumë bukur ta shikosh me vlerë atë çfarë ai sjell në jetën, në kulturën, në përditshmërinë e tij. Por njëkohësisht, kjo ecën
përkrah problemeve që ata kanë në jetën e tyre sociale, duke qenë një komunitet endacak mbartin shumë problema të jetesës. Prandaj pikrisht është kjo ditë, por jo vetëm kjo, sepse përgjatë gjithë kohës punohet dhe natyrisht gjithmonë është pak, sepse të lëvizësh mbi rrotën e një lëvizje do thotë të kesh edhe vështirësi apo jo. Por me sa di unë, Bashkia Shkodër ka hartuar programe dhe projekte të herpashershme zhvillimi në mënyrë që të ndikojnë në jetën e këtij komuniteti. A mund të hedhim pak sa vështrimin në këtë problematikë dhe në projektet që ju keni realizuar dhe po realizoni? Po, komuniteti rom në fakt, ashtu siç edhe ne bashkë po diskutojmë, haset me një sër vështirësish, që do thotë nga ky aspekti i lëvizjes, që shpresa me drejt, Adin tha që i simbolizon rrota, pra ato lëvizin nga njëri qytet në një qytet tjetër. Dhe nga një studim që është bërë nga Bashkia Shkodër, është vënë re që komuniteti rom nuk janë nga qyteti i Shkodrës. Ato vinë nga qytetet të tjera të Shqipërisë, si Fushkruja, Elbasani, Durrësi, Tirana dhe qytetet e tjera. Dhe problemi i parë që kanë ato ka të bëjë me regjistrimin civil. Duke mos qenë të regjistruar me gjendje civile në Bashkinë e Shkodrës, sigurisht që edhe aksesi për të marrë shërbime publike në Shkodër i pengon ato dhe i krijon vështirësi, le të themi. Është një vështirësi reale. Sigurisht. Por që vlen të përmendet që Bashkia Shkodër me mbështetjen e organizatave partnere në planet e saja për fuqizimin ekonomik dhe social të komunitetit të rom dhe egjiptian, ka bashkëpunuar dhe ka bërë të mundur që një pjesë të këtyre romëve të bëhet transferimi i regjistrimit civil nga qyteti i origjinës për në qytetin e Shkodrës. Pra një punë konkrete. Sigurisht që është punuar edhe në aspektin e edukimit të fëmijëve rom, është bërë një hap mjaft pozitiv, çka do thotë është bërë identifikimi i të gjithë fëmijëve që janë në moshë shkollore dhe që Bashkia Shkodër me anë të punojësve social që punojnë në qendrat multifunksionale, gjithashtu dhe me Dar Shkodër, ka identifikuar pra të gjithë fëmijët që janë në moshë shkollore dhe i ka regjistruar në shkollat që janë më afër vendbanimit të tyre. Dhe ky proces përveç regjistrimit ndiqet çdo ditë, ka do thotë që një punonjë si që është multifunksionale shkon në kampin ku jetojnë familjet rome dhe i merr fëmijët dhe i shoqëron për në shkollë me një transport i cili mundsohet nga organizatat partnere. Dhe e monitoron çdo ditë procesin mësimor të këtyre fëmijëve. Ne jemi në komunikim me shkollën çdo ditë dhe shohim nëse janë fëmijët në shkollë, ndjekim arsye nëse nuk janë, pse nuk janë, bëhen vizitat në familje dhe kështu bëhet një punë, le të themi, multidisiplinare në mënyrë që të arrihet aspekti përmirësimit të edukimit të këtyre fëmijëve. Pastaj janë edhe çështjet e strehimit, që është problem, por që lidhen gjithashtu këto çështje edhe me regjistrimin civil, sepse për të përfituar banesa sociale, le të themi, duhet të jenë të regjistruar në Bashkinë e Shkodrës, por që edhe për këtë, në fakt, nga ana jonë është punuar, sepse këto familje nuk kanë rezultuar fare me vendbanim në qytetin e Shkodrës. Dhe nga një projekt që është bërë me organizatat partnere dhe me urbanistikën, është bërë mundur që të identifikojnë banesat e tyre, edhe pse le të themi ato jetojnë në barake, por që kjo ka bërë të mundur që këto familje jetojnë në këte banesë, le të themi, në mënyrë që të bëte pastaj edhe transferimi i gjendjes civile
procesi i regjistrimit që gjanë civile në qytetin e Shkodrës. Evidentimi është një hap i rëndësishëm në marrjen e ndihmës më pas, qoftë tek fëmijët, qoftë edhe tek ndihmësat të tjera që vijnë në fushën sociale, ekonomike. Në fakt, ju Rudin përmendet disa herë organizatat partnere. Është një bashkëpunim patjetër që Bashkia e Shkodër për të realizuar projektet i ka vendosur prej kohësh dhe vazhdon t'i implementoj në një bashkëpunim të frutshëm, besoj. Po, organizatat partnere, të cilat ne bashkëpunojmë për komunitetin rom, janë organizatat e UNDP-s, World Vision, Fondacioni Fjala, Shpresë për Botën, dhe organizatat e tjera, mbase vajzat mund të cilat të gjitha së bashku, organizatat që Rudina përmendi, japin shërbim shumë të vlefshëm për këta fëmijë. Përmend bashkangjitur fjalës që tha Rudina për fëmijët që frekuentojnë qendrën, aktualisht ne kemi 30 fëmijë rom që frekuentojnë qendrën ditore multifunksionale. Kjo punë fillon që në 7 të mëngjesit ku lehtësuesja shkon në kampet përkatëse dhe mbledh fëmijët dhe i transporton për në shkollë dhe në kopësht. Pas procesit mësimor, fëmijët përsëri me transport dhe me lehtësuesen vinë në qendër. Ku në qendër kanë shumë shërbime, besoj dhe ata në shërbime që ata marrin janë të dukshme dhe janë të prekshme. Të paktën ne që punojmë çdo ditë shohim ndryshim tek ata fëmijë. Në shkolla Martin Samaj vjen pak më herët, 19-20, pastaj vjen edhe shkolla Salo Halili dhe 2 kopshte tjera që vinë në qendrën multifunksionale. Pra, transporti është nga qendrat e banimit në shkolla. Pastaj nga shkollat, kopshtet drejt qendrës multifunksionale. Pra, është një përcjellje institucionale nga shkolla tek qendrës. Në qendër, në qendër fëmijët kalojnë të paktën 3 orë në ditë, ku marrin klasa përforcuese ose klasa passhkollore. Çdo ditë fëmijët marrin klasa passhkollore sipas nevojave që ata kanë. Fëmijët i grupojmë sipas klasave, klasë e parë, klasë e dytë, e tretë, e katërt edhe me radhë. Ndërkohë që bëhen klasat përforcuese, një pjesë e fëmijëve janë në këshillime psikologjike ose lore të ndryshme psikosociale që zhvillohen në qendër. Çdo javë është një orë edukative që zhvillohet me ta, që flitet për një temë të caktuar. Çdo muaj është një aktivitet i shëndetit të tyre që specialistja e shëndetit publik vjen dhe e organizon në qendër për fëmijët. Mund që kaloj specialistja foli për shëndetin e gojës, dhe fëmijët, të gjithë fëmijët ishin të pranishëm. Këtë muaj kemi është planifikuar nga specialistja e shëndetit publik, është planifikuar aktiviteti fizik. Roza, sa e vështirë është të punosh me një kontingjent të tillë, i cili mbart në radhë të parë kushte jo të mira jetese. Sepse këtu një kusht material, një kusht jetese, një psikologji ndikon shumë në historinë e fëmijës. Të punosh me të tillë fëmijë dhe të bashkëveprosh me shkollën. Si është kjo ecuri? Çfarë vështirësish ndeshni? Në fillim bëhet fjalë para 2 vitesh, po flas për vete, kur është hapur, ishte pak e vështirë që këta fëmijë të pranoheshin. Pak e vështirë, jo shumë, por ishte pak e vështirë edhe për vetë fëmijën, sepse nuk ishin mësuar me atë idenë që çdo ditë do të shkojnë në shkollë, nuk ishin mësuar me atë idenë që do të frekuentojnë një qendër ku do të marrin klasa, do të marrin këshillime dhe do të jenë frekuentues të kurseve të ndryshme, sepse aktualisht në qendër zhvillohen 2 kurse, kursi muzikës edhe kursi pikturës, që janë 2 herë në javë për këta fëmijë. Fillimi ishte i vështirë, por sot unë kur në qendër shoh fëmijë që më përpara ishin në situatë rruge, më lën të mendoj dhe të kuptoj që diçka kemi arritur. Në mos fëmijë që vinë me dëshirë. Fëmijë që vinë me dëshirë. Në fillim kena kanë ne ato që kena tërheqë marr, kena kanë ne ato që kena shku vizita në familje që më binë, që më ardh fëmijë në shkollë, më bin familjen që më leju fëmijët marrën në shkollë, ndërsa sot ato vinë me dëshirë. Vinë me dëshirë. Të punosh me familjen është të punosh me fëmijë, duhet të punosh me familjen. Normalisht. Dhe këtë e bëjmë. Atëherë, ne si punoj social kena menaxhime rasti të familjeve. Do të thënë, shërbimet që ofrohen në qendrën komunitare janë për familjen.
të përfshi tana llojet e fushave që familja ka nevojë. Tu e nis të regjistrimi civil, siç e përmeni Rodina, të shëndetësia, që është edhe kjo një fushë shumë e rëndësishme për këtë komunitet, dhe të arsimi, që në fakt është pika jonë më e fortë. Se të mundu që me trajtu ose me eduku një brez të ri, normalisht kena edhe ato shpresa që brezet e tjera do jenë shumë më ndryshe se sa. Shumë më ndryshe në përmirësimin e problemeve. Në bazën e kemi marrë fëmin, por gjithë shërbimet shkojnë edhe për familjen. Gjithë shërbimet shkojnë edhe për familjen. Menaxhimi i rastit që bën çana komunitare është një menaxhim rasti i mirëfill. Domethënë të njëjtë këto në fazat e menaxhimit të rastit në formular të ndryshëm, me vizitat një pas njëshme, që edhe Rodina që e din shumë më mirë këtë pjesë, me vizitat një pas njëshme me familjen, me plane, me hartimin e planeve ku paraqiten nevoja dhe shërbimet që ka nevojë kjo familje dhe me rishqyrtimin e këtyre planeve çdo 3 muaj. Si ka qenë çuria edhe në shkollë, sepse ju patjetër që jeni si thua si një rregullues i marrëdhënieve familje, shkollë dhe qendër multifunksionale. Atëherë ne normalisht kemi të gjitha kontaktet me drejtorët e shkollave që frekuentojnë fëmijët e komunitetit rom. Për herë të parë, vitin që kaloi dhe këtë vit, prindërit e komunitetit rom marrin pjesë në përmbledhjet e organizuara në shkollë, që do të thotë prindëri rom ka të shkon në shkollë dhe njihet me këtë problematikën që fëmia i tij has në atë shkollë ose çdo vështirësi ose çdo problem që ai mund të ketë kaluar. Çdo 3 mujor që organizohen takimet me prindër, edhe prindërit e komunitetit rom janë pjesë e këtyre mbledhjeve. Por kemi edhe raste prindësh që shkojnë vetë nëpër shkolla dhe interesohen për fëmijët e tyre. Si keni patur këtë problem në fillim edhe tani që keni hedhur disa hapa? Pra e shihni e curin më të interesuar prindërit, më që kanë marrë disa frute? Atëherë, nëse kemi pasur familje që kishte vetëm një fëmijë për shkollë, edhe të tjerët i kishte pas për kopsht ose për të regjistruar, kemi parë që me tërheqjen e parë të fëmijës drejt shkollës, prindit janë ndërgjegjësuar vetë ose kanë ndërgjegjësuar njëri tjetrin, kanë ndikuar tek njëri tjetri që ata fëmijë të jenë pjesë e shkollave dhe e kopshteve. Thatë që është shumë interesante që të zhvillojmë edhe kurse. Aty ku ata kanë dëshira, kanë prirje, kanë ndjeshmërinë më të madhe, siç është arti, muzika dhe piktura. Si kanë ecur këto fëmijë? A kanë patur dëshira për të hapur ekspozita, për të marrë pjesë në aktivitete? Atëherë, ne sot kemi aktivitetin e radhës që fillon në orën 10:30 dhe gjithë përgatitja sotme është thjesht edhe gjithçka dorë e tyre dhe zëri i tyre. Ata kanë përgatitur një recital të shkurtër, fëmijët e kopshtit kanë një këngë, fëmijët që janë më të rritur kanë 3 këngë të tjera që i kanë përgatitur engas për këtë ditë. Kemi dhe pjesën e panairit, që janë gjitha punimet që janë bërë gjatë javës engas vetëm për këtë ditë. Piktura dhe punime të ndryshme që kanë bërë fëmijët në bashkëpunim me stafin. Natyrisht pjesë e kulturës së tyre është gjuha e tyre, por ndërkohë që janë të ingranuar natyrisht me gjuhën që duhet të përdorin në shkollë. Ka patur vështirësi në këtë drejtim në marrëdhënien e komunikimit? Atëherë, kur e kena nis punën në fillim para 2 vitesh, një pjesë, domethënë normalisht ato gjuhën e vet, gjuhën bazë e kanë gjuhën rome. Domethënë çdo fëmijë, çdo brez i ri i tyre mëson një herë gjuhën rome, pastaj mëson gjuhën shqipe. Ato flisin njëri me tjetrin, flasin gjuhën rome. Për shembull, kur janë përballë me, ato flasin shqip. Kur janë përballë njëri tjetrit, ato flasin gjuhën rome. Në fillim e kena pas shumë vështirë, sepse ato ishte fillimi, nuk na njihshin, nuk e dishin se çfarë lloj shërbimesh do jepshin, ne ndoshta edhe na shohshin në gjuhën e tyre rome, por që ne nuk kuptoheshim as i gjave, shrishin përballë tyre dhe okay, çfarë po thot. Ndërsa sot jena në një situatë që ato nuk e flasin gjuhën rome përballë nesh, domethënë janë vetëm me gjuhë shqipe, sa e din normal, e din se kush jeni, e din çfarë shërbime ofrojnë tashmë dhe janë vetëm me gjuhën shqipe, domethënë që kena një komunikim shumë atletesh. Por që edhe me fëmijët normalisht. Po bëhet kohë gjatë që punoj me ta dhe pak a shumë edhe ata kanë mësuar se si më shpreh dhe si mendoj. Është rëndësishme komunikatikat e komunitetit apo jo? Normal. Që i ruajnë, në fakt i ruajnë, por përpara nesh mundohen që gjuha është një vlerë shumë, domethënë që ato e ruajnë jashtëzakonisht shumë dhe që çdo brez e mëson.
Na kujtohet një shprehje nga një film Ura, Tahir Lukuk, Babashta, për shembull, dhe na është ngulitur, po sa shprehje, një komunikim i veçantë që ato mbajnë. Rudin, sot fillon java e sensibilizimit e aktiviteteve ndaj këtij komuniteti. Është një slogan shumë interesant. Mos duro para, dhuro kujdes. Të hedhim pak sa vështrimin në aktivitetet e kësaj jave? Po, në fakt, kjo është një javë me aktivitete. Fillon sot aktiviteti i parë, i cili është planifikuar të realizohet në qendrën multifunksionale komunitare për familjen, ku vajzat e përmendën në fakt do të ketë panajër nga punimet e vetë komunitetit rom, do prezentohen disa iniciativa komunitare që vetë komuniteti rom ka realizu në qendrën multifunksionale komunitare për familjen. Do të ketë aktivitet nga vetë fëmijët rom, të cilët do kërcejnë, do recitojnë edhe do këndojnë. Pra do jetë një aktivitet artistik, le të themi, por sigurisht që do diskutohet edhe sa i përket sfidave të komunitetit dhe sigurisht do diskutohet edhe për ditën 8 prillin. Çfarë është kjo ditë, si komuniteti rom e vlerëson kulturën e tyre, traditat e tjerë. Pastaj aktiviteti i ditës së nesërme është të ndalim edhe pak të historisë, se është një pjesë. Do të ishte shumë mirë sepse keni të prekshëm. Se është në qendrën tonë edhe pjesa fundit ishte edhe kemi një panajër ku gratë të komunitetit rom gjatë javëve që kaluan kanë përgatitur disa punime enkës për këtë ditë. Kanë përgatitur rruza dhe qendra të ndryshme, të cilat i kanë sjellë në qendër dhe do t'i ekspozojnë sot. Aty kemi edhe produkte që mund të themi që i kanë të trashëguara nga paraardhësit e tyre. Edhe pse ata kanë lëvizur nga njëri qytet në tjetrin, ata i kanë rujt, i kanë marrë me vete, edhe sot ata i kanë sjellë në qendër dhe do të na tregojnë historikun e atyre, maq ata sa din ta shprehin. Kulturës së tyre. Ndërkohë sa interesante do ishte që këto panajere edhe të ekspozoheshin, të jepin një mundësi, ndoshta edhe për të marrë diçka si shpërblim. Sot është prova parë, po e shohim pastaj. E kanë përgatitur vetë ç'bukur. Ndërkohë ditët e tjera, Rudin? Po, nesër në qendrën komunitare për familje numër 5 është planifikuar që të bëhet një aktivitet sensibilizues në kuadër të kësaj dite. Do bëhet aktivitet me fëmijët rom që jetojnë afër me zonën ku është qendra komunitare për familje numër 5. Do të ketë lojra psikosociale për fëmijët, do të ketë diskutime me nënat rome, ku do diskutohen sfidat dhe problematikat, mënyrën e zgjidhjes së problemeve që ato kanë për edukimin e fëmijës, rëndësinë e edukimit të fëmijëve rom. Më pas në qendrën komunitare për familje numër 4, gjithashtu është planifikuar që të realizohet një aktivitet ndërgjegjësues për komunitetin rom dhe egjiptian dhe pastaj në qendrën multifunksionale përsëri komunitare për familjen, përsëri në këtë qendër është planifikuar që të realizohet një ditë e hapur, që do të thotë institucionet, personat e cilat janë të interesuar të njohin konkretisht shërbimet që ofrohen për kësaj qendër, munden me kanë pjesë, me u bë pjesë e kësaj dite të hapur dhe munden me pa konkretisht si ofrohet shërbimi në ato shërbime që Roza i përmendi më përpara, si bëhen kurset masshkollore, si punohet me fëmijët, si ofrohen këshillime psikosociale për fëmijët, si e kalojnë një ditë në qendër, si është dreka për ta, sepse në fundit ata kanë edhe vaktin e drekës se kanë të përgatitur jo. Kjo është falas. Po, tjetër. Kjo ofrohet falas nga një organizatë tjetër. Aty çdo ditë është një menu e përcaktuar mirë për ata fëmijë, e menduar mirë. Edhe çdo ditë, ndoshta në fillim ata kishin vështirë të mësoheshin me ata lloj të ushqimeve që do të uleshin të avënin, do të hash sikur do të. Është një kulturë ngrënit që duhet respektuar. Por që tani ata janë të mësuar dhe normalisht gatuhet shumë mirë për ta.
Gjithë këto shërbime që keni, që ka marrja me makinë në qendrat e banimit, dërgimi në shkollë, më pas në qendër, aktivitetet, dreka, mendoni se ka qenë një magnet i fuqishëm i tërheqjes së këtyre fëmijëve edhe nga situata e rrugës, sepse një nga ato veset që problemet kryesore është situata e rrugës. Natyrisht qëndrimi në rrugë i ulur për të lypur një lëmosh është përveç nevojës, është edhe një ves që del nga dal nuk bëhet me një ditë, me 2 apo me një vit apo 5 vite, por gjithsesi del nga dal mund si e shihni ju këtë problem? Mendoni që ka ecur në një farë mënyrë, keni mundur të tërhiqni nga kjo problematikë shumë e theksuar? Nisëm të trija. Sepse të trija keni domethënë për sa i përket fenomenit të lypjes, në fakt jemi të trija, gjithë stafi i drejtorisë shërbimeve sociale, jemi të angazhuar. Sepse për fëmijët në situatë rruge, Bashkia Shkodër në fakt zbaton u bë viti 4 që po zbaton planin lokal të veprimit për fëmijët në situatë rruge, ku janë të ngritura dhe funksionale skuadrat e terrenit, të cilat janë çdo ditë në rrugë dhe bëjnë jo vetëm identifikim të fëmijëve që janë në situatën rruge, por edhe shoqërim, orientim, pra këto fëmijë nuk duhet të rrinë në rrugë, por gjejmë mënyrën, kontaktin që fëmijët të shoqërohen pranë qendrës multifunksionale për familje, ose në kopshtin ku janë të regjistruar, ose në shkollën ku këto fëmijë janë të regjistruar. Dhe sigurisht pastaj është ajo që shpresa tha më përpara, bëhet menaxhimi i rasteve sepse punohet edhe për familjen, në mënyrë që pak nga pak ato fëmijë të fillojnë dhe të kuptojnë të mirën e tyre që është edukimi, është shkolla dhe jo rruga. Dhe jo rastësisht është zgjell slogani, mos dhuro para, dhuro kujdes. Shumë rëndësishme dhe ne këtë vit me 12 prill ne kemi planifikuar sërish që të bëjmë një aktivitet ndërgjegjësues në pedonalen Koledromeno të qytetit. Pra ne do jemi në rrugë dhe do takojmë çdo qytetar dhe do mundohemi me anë të panajirit të organizatave dhe të bashkisë të njësisë mbrojtjes së fëmijëve, të qendrave komunitare që do ekspozojnë shërbimet që ofrojnë ose punimet e fëmijëve që bëjnë nëpër qendra, por nga ana tjetër ne do punojmë fort dhe do transmetojmë, le të themi, mesazhin që nuk duhet të dhurojmë para për këto fëmijë, sepse duke dhuru para, ato fëmijë do vazhdojnë të qëndrojnë në rrugë. Ka struktura që janë publike ose private ose fetare ku personat munden për me dhënë kontributin e tyre që është i përkthym në dhuro kujdes. Pra, duke dhuruar kujdes, këto fëmijë punojmë të gjithë bashkë që këto fëmijë të mos jenë në rrugë, por të jenë në një strukturë që ofron shërbime për ta, edukuese, zhvilluese, integruese, në mënyrë që ato të jenë nesër të denjë për të integruar në jetën shoqërore. Faktikisht kujdesi për fëmijën është një vështrim shumë i bukur në jetën e hershme të tyre, duke hedhur vështrimin me kujdesin për arsimimin, në trajtimin shëndetësor, në kujdesin për ushqimin. Kjo është një gjë e mrekullueshme që ka rëndësi në fillesat e jetës, por nuk e di, sfidat të tjera natyrisht i presin këtë komunitet me problematikat që kanë, qoftë në integrimin më pas në jetën e tyre, në periudhën e adoleshencës dhe të rinisë, në integrimin në punë, dikush në arsimim. Do të ishte shumë e bukur nëse dikush do të merrte dhe rrugën e skenës, meqense ka fëmijë që ka prirje për këtë, por edhe tek strehimi janë disa nga sfidat që her pas here nuk janë të thjeshta dhe janë evidente, sepse që një jetë e shtruar duhet të ketë gjithë këto kushte, apo jo? Si shikoni ju këtë sfida her pas here? Është e mrekullueshme kjo punë në njësinë e mbrojtjes së fëmijëve, por natyrisht ecuria në jetë është diçka më e madhe, apo jo?
Sigurisht të punosh me komunitetin rom realisht është shumë sfiduese sepse edhe problematikat e tyre janë të shumëllojshme. Por sepse ne e cekëm pak në fakt pjesën e diskriminimit. Duhet përmendur që në fakt edhe diskriminimi është një fenomen që ato i pengon për të punësuar, le të themi, sepse është e vështirë punësimi i komunitetit rom, por edhe për edukimin. Nga ana jonë është punuar shumë, pra përveç me prindin, me fëmin, ne jemi mundu të punojmë pak edhe me mësuesit, me drejtuesit e shkollave, që ta pranojnë komunitetin rom. Ti pranojnë fëmijët rom në shkolla. Sepse ka refuzime apo jo se ka refuzime, nuk mund të themi që ka refuzime, por pak është pak pjesa e diskriminimit që adhen është okej nëse nuk janë fëmijë të rom në shkollën e tyre, le të themi. Por jo se janë refuzues në mënyrën më absolute. Por nga ana jonë është dashur të punohet edhe në aspektin e mentalitetit, le të themi, edhe të pranimit të këtij komuniteti. Ndaj komplet kjo fushat dhuro kujdes është ndërgjegjësuese për komunitetin e gjerë të Shkodrës që pikrisht të ketë një lloj mirëkuptimi dhe një lloj pranimi rreth kësaj kulture të këtij komuniteti, këtyre problemeve që ata realisht i kanë në varësi të kushteve në të cilat jetojnë. Ros edhe shpresë. Ju i shihni hapat edhe në përparimin, edhe në interesin, edhe në ecurinë fizike të vetë jetesës së tyre, i shikoni, keni sinjale të rritjes së tyre, të përmirësimit të jetës së tyre? Atëherë, nëse në fillimet thoja dhe mendoja që gjithçka është e pamundur me ta, sot them që diçka kemi arritur. Edhe nëse vazhdohet me po të njëjtin bashkëpunim, po të njëjtën dëshirë që do të kenë të gjithë së bashku, ose një person ose një strukturë vetme nuk arrin të bëjë asgjë. Nëse të gjitha strukturat, organizatat, të gjithë personat që kanë të bëjnë me komunitetin, kanë frym bashkëpunimi, kanë dëshirën e madhe dhe këmbguljen për të arritur diçka, arrihet. Në mos 100% që s'do të arrijë. Ja, natyrisht, janë pretendime shumë të mëdha, por me komunitetin rom normalisht është një punë shumë e vështirë. E tha dhe Roza, rezultatet nuk janë të dukshme me njëherë. Ndoshta do duhen 3, 4, 5 vite që me patin minimumin disa gjëra bazë. Por që realisht për 2 vite kena pa ndryshime, kena pa rezultate pozitive. To kanë se ju përmend pare që ka shumë sfida, shumë e vërtet që ka shumë sfida dhe ne në momentin që kena nis punën të identifiku këto sfida që kanë komuniteti rom, këto problematika të tyre, kena zgjallë pikërisht që puna të jetë me familjen. Jo me një individ, po me familje, që familja përfshin edhe të rritun, edhe adoleshent, edhe fëmijë, domethënë preken gjitha grup moshat. Dhe të keni një situatë tillë, normalisht puna jon ka kenë me tona të problematikave që shfaqin grup moshat e ndryshme në një familje. Domethënë, nëse njëri ka pas nevojë për arsimim, shansin e dytë ose një lloj arsimimi tjetër, ne ja kena dhënë mundësinë, kena tentuar, kena ndërmjetësuar. Ka raste kur e kalojnë 9 vjeçare? Kemi një djalë aktualisht që është klasë 7. Edhe që po shkon drejt. Që po shkon edhe mëson edhe besoj se do të arrijë, është i pari. Po ka edhe tjerë pas që janë klasë 5, në klasë 5 e 4 që me aq sa shohim ne marr sa kuptojnë, do ta vazhdojnë. Por të rit që janë të parë si ne kena dhënë një mundësi domethënë nëpërmjet projekteve që me kanë pjesë klasave të analfabetizmit. Pra, të zhduket analfabetizmit tek ata. Nuk kanë pas mundësi me njeh shkollën, a shumë vonë bë me dashme vazhdu shkollën të moshë janë dhe okay, i kena dhënë një mundësi që me kanë pjesë klasave të analfabetizmit. Ka interes për këtë? Po. Ka interes. Vitin e kaluar ishte kursi i parë i analfabetizmit ku ishin të regjistruar Roza si proces. Ishin të regjistruar 15 persona të rritur. Është pak e vështirë të pranosh që në ata kurse të vinë gra ose nëna të cilat do të ishte mënyra më e mirë, sikur në ata kurse të vinin gra ose nëna të fëmijëve që frekuentojnë shkollën në Kopshtin, por vitin që kalojnë kisha 2 zonja në kurs edhe pjesa tjetër ishin të gjithë të rinj. Nga grupi total që ishin 13 persona, 8 arritën ta përfundonin në sukses edhe këta pastaj pas fazës së përfundimit
ta shkojnë drejt kurseve falas që mund të ofrojnë qendrat. I kemi referuar te kurset profesionale. Do të thonë të rinë që mund të kenë një talent, qoftë në pikturë, qoftë në muzikë ose një lloj talenti. Po në mjeshtri të ndryshme. Në mjeshtri të ndryshme, mund të kenë një lloj talentit, ato ne jena mundu që me referu te zyrat e fundit profesional. Mirë, po këtu kemi një problematikë sepse është arsimi. Që duhet jetë arsimi bazë. Tukense e kena pak të, domethënë e kena një pengesë për kjo është një sfidë më vete. Është e vërtet, ne jena mundu që përmjet organizatave që ofrojnë kurse, ti atashojmë dhe ti regjistrojmë, ti integrojmë drejt këtyre kurseve. Domethënë një zgjidhje tjetër ndërmjetme, që një alternativë kurse. Sepse është në fakt kjo si problematik për ne kemi ngrit në çdo tryezë që diskutohet fuqizimi i komunitetit të romëve egjiptian, që formimi profesional e ka si kriter që për të regjistruar në një kurs profesional duhet të ketë arsimin 9 vjeçar, që në fakt një pjesa më e madhe e komunitetit nuk e kanë, dhe kjo ka sjell vështirësi pastaj për aksesin e tyre për të marrë një shërbim të tillë. Besoj se duhet. Por që nga ana jonë është zgjidhur në fakt nga mbështetja e organizatave. Në fakt unë kam takuar një prej prindve që fëmijën e kishte në një nga shkollat 9 vjeçare të qytetit, dhe në një bisedë me ta më tha, me që unë jam analfabet, dua që fëmijët e mi të mos mbeten në këtë gjendje dhe dua t'i çoj rregullisht në shkollë për të marrë mësime, për të shkolluar, për të ecur hap pas hapi në jetë. Mendoj që ishte një hap i ndërgjegjësimit të këtij prindi për fëmijën e tij, por ky besoj nuk është i vetmi. Normalisht. Duke u ndalur tek jeta, puna, vlerat, por edhe sfidat që ka përpara ky komunitet në një ditë ndërkombëtare siç është kjo ditë e komunitetit rom. Natyrisht ne hedhim vështrimin jo tek një ditë, por tek jeta e tyre, sepse ju përgjat gjithë kohës punoni me ta dhe keni projektet në vazhdim, apo jo Rudin? Dhe slogani mos dhuro para, dhuro kujdes është slogani i ditës sot, që besoj duhet të na ndërgjegjësojë gjithë javës. Gjithë javës, deri me 12. Është slogani i gjithë aktiviteteve që ne kena planifikuar gjatë gjithë javës, dhe ky është mesazhi më i qartë, më i mirë le të themi, në mënyrë që të gjithë së bashku mund të kontribuojmë dhe mund të përmirësojmë jetesën e komunitetit të rom dhe sidomos të fëmijëve rom. Pa pretenduar se kemi thënë të gjitha, por duke menduar se kemi hedhur një vështrim mbi jetën e komunitetit rom në këtë ditë ndërkombëtare të tyre. Jemi ndalur në disa nga pikat e rëndësishme të jetës, tek vlerat e këtij komuniteti që mbar një kulturë, një gjuhë, disa prirje të veçanta, por edhe problematikën e tyre. Ndërkohë që Bashkia e Shkodër prej disa vitesh ka ndërtuar programe dhe projekte në bashkëpunim edhe me organizata partnere në mënyrë që në jetën e këtij komuniteti të ndërhyhet, sidomos tek njësia mbrojtjes së fëmijëve, por edhe tek gjithë familja në punën që bëjnë qendrat multifunksionale dhe qendrat komunitare. Unë dëshiroj t'i falenderoj të ftuarat e mia sot, zonjën Rudina Kruja, specialiste në njësinë e mbrojtjes së fëmijëve në drejtorinë e shërbimeve sociale në Bashkinë Shkodër, dhe Shpresa Mirashin dhe Roza Sytari, punojëse sociale në qendrën multifunksionale. Ju falenderoj shumë që erdhët, sot në një ditë të veçantë të punës suaj, ju uroj sukses nëpërmjet jush edhe të gjithë komunitetit me cilin ju punoni, paqi, mbarësi gjithmonë. Faleminderit.